teret fundamentale të autokratizmit. Pa e futur bisedën cila është rekrutimi paramilitarëve, kontrollimi medjave dhe delegitimimi kundërshtarit janë tre nga cilësitë kryesore, karakteristikat kryesore, tiparet kryesore të autokratit. Njëri ka hyrë nga Kosova, është e vërtetuar dhe ka hyrë nga Kosova. Dy të tjerët Zgjedhjet nga kanë hyrë. Zgjedhjet nga kanë hyrë, por me shumë mundësi kanë hyrë me makinë me targa shqiptare po nga Kosova. Edhe unë them që në mënyrë më logjike kjo është. Por më e rrezikshmja dhe më nga gjitha këto që ne diskutuam është se nëse këto janë të rekrutuar nga Serbia. Nga u futën Kosovë. Prandaj tham shërbime inteligjente duhet veprojnë. Nuk kam hallin pse shkon kjo protesta në bashkëpunim edhe Jo, unë kam dhe atë hall shumë. Bëjnë qatë duna do. Jo, por nëse nuk kemi të bëjmë vetëm me një protestë, po kemi të bëjmë me shërbime sekrete të vendeve joniqe. Dy herë mujore. Është vatër 2 orë mujore që e ndes Ali Berisha, sepse ne në fakt mirëm me aspektin vizual të protestës. Nga dita në ditë po zonohet, nuk ka rëndësi, ati duhet 50 vetë, që në momentin kur bjen ata të ndezin fishek zjarre, të edhin flagadanët, të përlashin me policinë, policia të edhë ujnë, të bet horizonti i kuq, të fotografuet nga gazetarët dhe të transmitojnë mendja ndërkombëtare. Dhe ne jemi marrë vetëm me këta aspekt, po unë mendoj që nuk është kaq. Është më shumë se sa kaq dhe këtu e mbi. Rezart të pastaj në fund Klementin. Jo, unë kisha 2 shqetësime. Para punës unë e kam thënë prej kohë është që ka një sjellje shumë dëbut policisë ndaj protestave. Në kur them sjellje shumë dëbut, më thënë ti nuk mund të lesh në mënyrë ciklike që dilet dhe protestohet Molotov. Minimalisht një polici organizuar do kështë gjetë burimin e Molotovve, do kështë gjetë para një muaj e gjetën, çuditërisht. E gjetën çuditërisht, me gjitha të prapë kishte Molotov në protest. Se kjo është nonsensit. Ti din që ka një ngjarje të paralajmëruar në cilën do ndodhi 1, 2, 3, 4, 5 gjëra dhe ti nuk je në gjendje ta parandalosh. Nuk parandalosh. Pa dashur ta ndërprer, vazhdo se nuk. Unë nuk po them që ti do ta parandalosh, por minimalisht sa hetime më të mira se nuk mundet kjo historia të përsëritet sa herë që mbushet mendja Sali Berishës dali protestoi Molotov ndodh. Nuk është logjikshme. Dëgjoj, e di kur them unë nuk gjendet dot nëse protestën do ta bëja unë si shoqëri. Një forcë politike i cili ka 300.000 veta. Prit se jo, mund të gjejë njerëz. Është kundër ta kësaj. Tani na del që i pasamardhën nga jashtë nëse vërtetojnë. Është kundër ta kësaj. Mund gjejë njerëz, mund të organizojë dhe mund të futet në një protestë edhe me Molotov. Edhe marrën po dojë futet. Mendoj që është kundër ta kësaj. Por nuk duhet të jetë një forcë politike e cila shkon deri në këtë pikë. Përpos kësaj. Sa bën këto lloj veprimesh, kjo është problemi sa ajo është forcë të qeverisë vendit. Unë mendoj deli jashtë ligjit, mo, jeni interesuar apo jo? Deli jashtë ligjit me ka të ligji partive politike. Timi forcë politike që krijon këto akte dhune, rekruton nëse vërtetohet, po ja hedh. Po gjithmonë atë them, nëse vërtetohet që ke rekrutuar nga jashtë shtetit, çfarë po bën më? Se ky vend nuk mund digjet çdo 10 vjet ti. Po pikërisht pra se nuk mund digjet ti nuk mund ta lësh atë gjë të bëj protestë 2 herë në muaj me Molotov. Se kjo është nonsens. Policia duhet të jetë akoma më agresive ndaj sjelljeve agresive. Nuk është agresive më zotëri dashur. Te po thon. Jo, nuk është agresive policia. Ti e parandaluese më tash. Unë e kuptoj që policia nuk është në gjendje të gjejë kur qytetarët organizohen se kush qytetar do marrë Molotov se ka marrë nga shtëpia me vete. Por kur ti e bën protestë në formë të organizuar, është afërmend më e logjikshme të gjesh në gjendje ta gjurmosh, sepse është strukturë organizuar që bën protestën. Aty nuk ndodh që mblidhen sa qytetarë që kanë marrë nga shishe Molotov me vete nga shtëpia dhe e hedhin aty në protestë. Aty vjen furgoni që sjell shishet dhe pastaj këto shishet i shpërndahen njerëzve. Dhe këtu është puna që duhet bëj policia. Dhe e dyta. Furgoni edhe me logo bile. Dhe e dyta, zotëri dashur, kemi një 3 muajnë që themi që përdorimi Molotovit është përdorim arme. Dhe ti nuk mund ta çosh atë njeriu për plasje me policinë, për goditje për shkak të detyrës. O vlla, është përdorimi armësh luftarake, e ke të shkruar zezmi të bardh në ligj. Që do të thotë ty dhe policia dhe kur ta referon veprën penale është prapë kujdesshme që mos ta cënoj të organizatorët. Para 3 protestash Molotovët ishin me shishe qelçi. Edhe më të rrezikshme. Nuk ka rëndësi fare. Jo, ka rëndësi është. Jo, ligji thotë specifikisht nëse është lëndë për thyse është armë. Dhe ke ligji për armët. Që do të thotë, ti zotëri dashur që je polici, sepse policia referon veprën penale në këtë rast. Referoi veprën penale tamam zotëri dashur. Që këta njerëz mos dalin mas 24 orësh nga burgu, e të vinë prapë ke protesta radhës bëjnë një gjë. Se të flasim këtë pjesën e dytë, dolën pas një muaji nga burgu, po prapë pse si dolën? Po pas një muaji nga burgu, mirë kanë bërë që e kanë dalë me sot se tashin të dëgjoni. Që ti jemi të sinqert. Një sekond, se këtu pastaj futemi te pjesa tjetër e emisionit. Ke Ilir Metën që e ke në burg. E ke për akuzat që ke në rregull. Nuk po hym akuzave, të vazhdoj. Tani, çfarë rrezikshmërie sociale paraqet ky njeri dhe çfarë rrezikshmërie paraqesin këta njerëz cilët u liruan sot, nesër i ke protesta e rrallës.
protesta politikisht nuk ka asnjë efekt. Po mund të ketë këtë efektin që ka pat, që potencialisht mund të kishte protesta e ditës premte. Pra me element tillë që të dalin jashtë kontrollit ose për më keq, nuk e dim akoma. Janë të kontrolluar për të dalë në përfundim. Spiralja është gjithmonë pjesë e spekulimit. Dakor? Sepse për sa kohë ekzistojnë kushtet, mund të ekzistojë edhe përfundimi. Po, hajde lirojmë dhe ata që dëshojnë që kanë vrapë për atë punë. Janë dy fenomene krejt ndryshme. Flasim vetëm për vrapa. Klementin. Përgjegjësi sociale. Tani, duke qenë se Si zëri jemi... arsyes. Do mundohem. Tani, duke qenë se jemi ende në rafshin e spekulimeve për disa gjëra. Pra, si thua, dim që janë 3 shtetas tuaj, italian, me ato origjina që thamë, arab, njëri italian, tjetri rumun. Dim që kanë kryer akte të dhunshme ndaj... Janë kam flagrans, po. Pra në rregull, këtë e dim. Mirë po pastaj pjesë tjetër nuk dim. Pra nuk dim do të lidhjen, ka apo jo lidhje me Partinë Demokratike, etj. Këto gjitha këto. Sipas sinjalizimit të parë të policisë, dyshimet janë. Po, janë nivel dyshim. Unë do përpiqesha ta lija pak ta fuzan klapa, si më thënë, këtë ngjarje dhe të shikoja pak fenomenin. Pra duke parë a ka sens apo jo e gjithë kjo. Çfarë kemi? Ne kemi protestën e 8 kombëtare pra kishim protestën e 8 kombëtare të Partisë Demokratike. Tani 8 protesta kombëtare duket një gjë e madhe kur e dëgjon apo jo, se protestë kombëtare, pra supozohet që kombi aty, gjithë vendi, gjithë Shqipëria vjen edhe shpreh, po themi, qëndrimin e vet, parullat e veta, indinjatën e vet, etj. etj. Mirë po, me çfarë kemi parë? E para e punës... Janë ekranike. Po. Nga çfarë kemi parë? Ne kemi parë 8 protestat cilat me shumë pak diferencë ishin nga njëra tjetra, kanë përsëritur pak a shumë gati njëjtin skenar, herë me fjalime, herë pa fjalime, dhe në asnjë rast nuk e kanë vënë në ndonjë lloj, po themi, pozite të vështirë qeverinë. Dhe në këtë kuptim nuk kanë qenë as lëvizje strategjike, se lëvizja strategjike ka një gjë bazë. Ti e vendos në një lloj dileme kundërshtarin se si të reagojë. Ne nuk e kemi parë që zoti Drama të jetë prishur gjumi ndopak, madje ka vazhduar atë itinerarin e vet, ashtu si e ka pasur, pa asnjë lloj devijimi nga të gjitha këto protesta kombëtare. Përveç kësaj kemi edhe një fenomen tjetër. Çfarë ndodh kur e bën 8 herë një gjë? Për të mos thënë që ka pasur edhe të foltoret e tjera ndërmjet këtyre 8 protestave, pra si më thënë ajo mobilizimi, si thua, ka qenë i vazhdueshëm. Për të mos thënë edhe këtë gjën tjetër që kemi lëvizjet zotit Berisha ditë për ditë, pra konferenca me mediat e tjerë. Pra gjithmonë ka pas një deklarat, një gjë me radhë. Çdo ditë nuk ka pas asnjë lloj pushimi. Mirë, po çfarë kemi? Ne kemi sot paktën një lloj konsumimi, pra kemi një lloj entropie, do thoja unë. Pra kur, si thua, energjia nuk akumulohet, ajo tenton të shpenzohet. Pra energjia, emocionet e militantëve, thirrjet, pritshmërit, të gjitha këto atrofizohen, konsumohen, fillon skepticizmi dhe njerëzit fillojnë edhe thonë pra protest do bëjmë ne, prap një xhiro, prap Molotov, pra si thua fillojnë një lloj pasigurie e tillë lidhur me çfarë është perspektiva e gjithë kësaj. Dhe në këtë kuptim, gjithë kjo lodhje fillon edhe krijon një lloj tkurrjeje. Dhe unë do thoja këtë. Shikoni, edhe po e mbyll shumë shkurt. Jo, vazhdo. E kisha vënë. Okej. Okej, objektivi maksimalist i Partisë Demokratike do duhet ishte të zgjerohej në një farë mënyre. Siç i takon një partie që do duhet të synonte, pra si thuash, pushtetin, garën, të ishte konkurruese etj. Me protest, në mënyrë tipike nuk zgjerohesh kurrë para punës. Sido edhe mirë ti bësh protestat, edhe të shkëlqyera ti bësh protestat, nuk ka zgjerim. Zgjerimi nuk fillon me denoncime, fillon me shpresë. Fillon duke artikuluar perspektivë. Dhe që ka zgjeruar ndërkombëtarisht. Dhe protesta, pra thash edhe një herë, edhe nëse e bën mirë nuk zgjeron. Por çfarë bën? Nëse e bën mirë mobilizon. Energjinë që ke, ti si thua, rrit kapacitetin e atyre që janë me ty, por bën më shumë për ty, si më thënë, të militantëve, kontribuojnë më shumë. Mirë, pas këtë nuk po shohim që ta ketë bërë. Ky do ishte objektivi minimal. Pse se kanë bërë? Po ne shohim se gjithmonë përsëritet i njëjti skenar, lodhje, zhgënjim tek ata që gjithmonë më pak shkojnë tani në protestat e zotit Berisha dhe shohim pastaj në fund, më fal. Objektiv tjetër. Dhe shohim pastaj në fund, çfarë shohim? Shohim gjithmonë deklarata maksimaliste, hiperbolat e zotit Berisha. Protesta më e madhe, më madhështoria, historike, e trëmbëm Ramën, po dridhet Rama, etj. Ndërkohë që asnjë nga këto nuk është fare e vërtet, dhe në këtë kuptim kemi një lloj dështimi strategjik
të kësaj lëvizje, të kësaj arme që po përdor Partia Demokratike, dhe Po varet cili është qëllimi, ë? edhe në qoftë qëllimi që po themi ta mbajmë partinë kaq të vogël sa aq sa është. Qëllimi është data 23 për shembull. Jo, shikoni. Problemi është këto, më fal. Problemi është këto. Edhe nëse për shembull nuk do të zgjerohesh, po do të mbash ata që ke. Jo, do të thjesht të uzurpoj hapësirën. Ai nuk don që të lej hapësirë që asnjë filizë tjetër opozitar të rritet. Edhe në këto kushte, nëse do të bësh të gjë, prap nuk e pse të kurrë atë që ke. Se si thua është keku jot, tani po të bëhet më i vogël, si më thon. Po të bëhet gjithmonë më i vogël. Si po e zëti hapësirën kur edhe ajo që ke po të kurret. Që janë afër Berishës bën shkrim dhe thanë, gjithë qelbësirat që nuk pranojnë Berishën për kryetar partie të largohen nga partia, të bëjnë parti tjetër thanë. Pra atyre nuk ju intereson Klement, nuk ju interesojnë të gjitha asgjë në aspektin strategjik nga këto elementë që ju përmendët këtu që janë minimalisht janë abetarja e një partie politike në mënyrën se si duhet të funksionojë. Por, atyre ju intereson vetëm një gjë shumë pragmatiste, me sa duket. Ne nxjerrim thjesht konkluzione nga veprimet e tyre, ne nuk kemi atje, as na i kanë thënë, apo jo. Ata, në moment që ai thotë, ti që s'e pranon. Ai se një orë më partisë të arrin të bëjë konkluzione. Në moment që ti nuk pranon kryetarin që duam ne që kemi gjithë pushtetin brenda partisë, atëherë ti largon nga partia, do të thotë që këta nuk ka nevojë për gjashtën, se treshi ju mjafton. Në një parti është ajo që thatë ju, që në një parti politike, sidomos kur jeni në opozitë, do synon pushtetin si objektiv final. Ty duhet gjashta me qëllim që të kapërcesh 3-ën, 4-ën dhe 5-ën, sepse gjashta të sjellën në pushtet. Këta nuk e bëjnë këtë se nuk janë të interesuar me sa duket ndaj Rezardi. Rezardi referohet datës 23, po ajo Beko ças më përputhet mua është fakti që okay, dakor, ti po bën këto temi protestat se do të mbash gardin ton në rregull, kupton, dhe mos lesh hapësirë. Jo vetëm aq. Po kam frikë që është më shumë se kaq. Pse kam frikë që është më shumë se kaq? Më shumë se aq. Sepse përplasja kësaj radhe